Termali, live. Po, live po vazhdon, a? Po, nuk, unë punoj me një sintest në për klabe, në për mramje tjera që janë si dasma, ashtu jemi me komplet band. Po, është normale që muzika vetëm me një sint nuk del 100% si që del me një orkester. E ka letu punën shumë, por unë mendoj ma mirë është keqe live, se di është menimi jem. Po, zhandri jem dalon me zhandrin e Davidit, se kjo ka zhandër tjetër, unë e kam zhandër pak ma popullor, që mund mu përshtat me një sint. Po ajo që a tha Davidi është shumë e vërtet që është edhe problem me u bom. Vetë mja zgjidhja, për shembull, e stilit këtij është me marrë a cappella. Vetëm veç muzikën nuk e di sa preferohen shumë në klabe, sidomos në I bësh monoton vetes, se jo publiku që e ke përpara, a cappella me kënu. Ka raste ku edhe unë performoj veç me hitet e mia playback. Ka raste kur më varet qysh është vendi. A ka dikun që... Unë gjithmonë performojmë për mia, po pra, duket jo komplet që për mastroj vetën mas pari. veç me nalë mikrofonin. A ka diku që nuk shkon me kënduar mali, ose në një kombinim, ose në një vend, pra a ke ndonjë rregull që të gjithë e din jo mos e të malin se këtu nuk vjen, për shembull, ose në këso lloj forme të këndimit? S'pedi, tash ka vene që nashtas nuk më përshtatet mu, po kryesisht të venet ku knojnë gjithë dhe une jam prezent. Nuk është që kemi naj përzidhe, për dirisa vi njerës edhe na. Okej. David, i ke shiju mbrëmjet besoj edhe në Kosovë, gjithandej, tashmë jo veç Prishtina, po dhe qytetet tjera të Kosovës, po bojnë mbrëmje shumë bukra gjatë sezonit edhe të verës, po edhe të tjera. E ke shiju edhe Tiranën, a e ke pak një përshtypje ku po bëhet më mirë në mbrëmje? Jeta e natës, ku të pëlqen më shumë? Ku bëhet më mirë? Si pas teje, pra? Po, tani gjitha klubet nuk kam performu ende, po... Aty do shta dhe ku ke qenë veç për qef, jo veç... Se do të jemi realista. Mendoj që më i zjarët është publiku në Kosovë, por gjithë ku presin mirë, edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Do më thonë, gjithë ku kam kalu mirë. A kam bet në i vend që s'ke kënduar, ma? Po, ku ka shqiptar, shtu më krejtë botën? Ma shumë se 20 vite, më karo me performu thujse në shumicën e vendeve ku janë publiku shqiptar, si Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Malzi, edhe mbarë diasporën, se diaspora jonë ka një shtrirje shumë gjanë prej Australisë deri në Amerikë. Edhe të kam pick-up kam përshtypjen diaspora. Shoqe në Amerikë, Australi, kudo e ka normalin. Ka ra shumë prej fëmi, kur kom qenë me dalë jashtë shtetit me marë pjesë në organizime. Unë që me thonë, i admiroj për ata që e kanë bo ndër vite, sepse ka qenë një ndër shtyllat kryesore, organizimin e mramjeve që i kanë bo, koncerte, diskotekat, që kanë diku mas shumë të mos asimilimin e popullit tonë.